Po këto terapit ja vetëm për kafsha dhe për njerëzin. Një doktor popullor. Edhe njerëzit i kum shëru. Nga çfarë i ke shëru? Pe komunat, nuk di as me spjeguat denin teme se e kam. E ndjej. Po të tregoj drejt një kushëre, a i ka me po intervistën, thajëm smut, erdhë pe jashtë, thajëm smut. Se ndikon klima këtë. Ta shkomër me 50 cent bën filon borna. Ta që është ta i ku morë 50 euro borna, ta që më ka shnu është atë mjeki, ti tha me 50 cent. Ta që e kam përzin mu me mjeki, ta që më ka të më shko mere. U shku e ka marë për një orë, më ka thirë 100 euro falimenderës, që ty kush i jemi është. Këta ku më bo ditën për ditë njërës 2 persona. Po zëmer, ke frikë në këtë pjesë me qenë se njerëzit bojnë 10 vite shkollë për me jap një terapi t'illë dhe Belgia është një guxim për me bo një gjatë t'illë. Ndrysh është me lexu, ndrysh është me praktiku. Po atër nuk mund të praktikojmë edhe të njerëzit ndoshta të kafshët, po të njerëzit në qoftë se na dështojnë atëherë? Edhe të njerëzit nuk është problem. Nuk e kam problem një qatë pjesë. Nuk e kam problem se s'po du me cajk, se kom pasi rast ta shkohen e mram, nuk po du me cajk me privat, me mjek kom pas tash i rast. S'o du me cajk, se s'është edhe mirë, marsi nuk ja kom qu kamerat edhe m'ja qu shtetin, m'jam shet ambullon, ato kret privat që ka pas, për do analizat fëmijëve, nuk ish në gjendje sakt, im shku kreti kom bo pagesat, nuk ish në gjendje me dhonë 1%, ma dhonë përgjigjen për shka kom qu të mi. Unë e disha, po vish të mjeki me kry ma me shkolla, e ka kuptar, kishe? Qëtë probleme kom pas të shkollën e mram, tash s'po di shka me thonë, nuk e në krejt qashtu, po. Po derisa mund të quaj doktor popullor, ke mendu me bo ndonjë ilaç, me qenë se je i lidhur shumë me natyrën? Ja, s'bëj ilaçe. Nuk mina veç i tregoj që ka me marë. Nëse don me ngu mirë këshillën, që nuk don me ka rrugën e vetë gjithë kush. E kuptoj. Po flasim, tha ma herët lidhshmëria me gruan është jashtëzakonisht e madhe, një farfor me kam edhe shok edhe gru. Ty tha gjithkohën jam me dele. Në këtë pjesë keni ndonjëherë debat për këtë pjesë? A thët gruaja më shumë porrin me dele se sa me mu? Po na jena 2 punëtor. Jena 2 njerëz, një botë e kem, jena 2 njerëz shumë veçantë. Muj me të thonë, si gruaja, si unë jena njerëz shumë veçantë edhe e kena vujt këtë pjesë shumë kena bo për njerëz. Njerëzit na kanë pa herën shumë. Po shumë e njerë një jetën tonë se jeta është luft, ju ka ra maska. Edhe e kem pas se jeta o falsë. Dëmoni jena zhgënyn me njerëzim. Do të thëtë që nuk keni pas përkraje nga njerëzit? Jo. Nuk kena pas, dëmoni veç interes po, s'ka interes, ju ka ra maska njerëzit, edhe jam i zhgënyn shumë, se tash, më shti fjallë urë popullore, ma mirë një ka me qenit, se një dore njerit. Dëmoni në arën që të pikë si popull, që kjo është zhgënimi që jo ka ndodhë, edhe shkem ka shujem për det. Po ka si njerëzit që ndoshta janë pendu edhe të kanë kërku falje sa ndikon kjo? Unë e ka mërzimi më kërku falje, se si kërkoj, ku ta bëj punën, se e bëj me vedije si kërkoj falje kërkuj. Ku e bëj pas qëllim i kërkoj falje, një fëmijë 5 vjeç kërkoj falje. Po ku e bëj me qëllim nuk kërkoj falje, se e kom bo me vedije. Edhe jam njëri rritën, në moshë nuk kërkoj falje, ku e bëj me qëllim. Kjo ka ndodhë në momentin që ke fillu mu bo viral në rrjetet sociale, apo ma herët? Që ndoshta jesh ka fillu kohën e mram, 2-3 vitet e mrama, se unë në rrjetet sociale, kështu në televizore e moti, po kohën e mram që 2-3 vite është taj se ku e ki sukses i pengon njerëzit. Se njerëzit kanë qef gjithmonë me të pasë nërkom. Kanë qef ti me shku me lyptaj. Dhe mund gjithmonë kanë qef me të pasë nërkom, ku ti bonsh i vedish, je i zot i vetës, e kini familje të shnosh, edhe kini sukses të mirë, pozitiv, njerëzit atër është ajo xhelozia pa nevojshme. është një xhelozi shumë e pa nevojshme. Sa mendon se është kjo pjesë e shprehjes të njerëzit? Me qenë se me pa dikon që po punon edhe sidomos punën cilën ti e bën, është një punë e shkëlqyeshme, është një punë që e bën me familje, me plot vullnet, edhe plot mund. Punën se bëjnë për dele nuk mund me bë asnjëri. Edhe s'kan mund me bë kur.
A mendon që ka ndiku ajo paraqitja jote në për intervista kur ndoshta një farë forme ju ke bo si dis njerëzve tjerë të cilët majnë dele, sikurse nuk din mi mbajt delet. Ndoshta që ajo ka ndiku edhe e ka ndi vetën si të ofendum këtë pjesë. Qëre, unë jam shqiptar e du vendin tam shumë. Mu vjej nati, ku i shën rrjete sociale, ku i postojnë 10 në atë njërë me lëshë, 10 në atë njërë të cufë, 10 të i ra leshin tokë, mu më pengon vjeni nati, së është i qëti vendi, edhe ajo delme. Po, kom këshilla shumë, edhe më thirin i këshillu shumë më thirin, delet që dje kom pasë rastin më ka thira, të sheshet, ku të ndashtë komenton, thajnë kam cufin kingja, si për lindin për cufit, është bënja filan një këcija, s'kimi pasë probleme që më korë. Rasti vërtet, edhe shkëto janë si u është. Po du më thonë, punën se e bëj, unë e bëj me full vullnet. Qatë minutë se s'kom vullnet, më marrë me të unës nuk e maj kur një në shpi. Unë e mu me hinë punë 1000 euro sot, e kom rrugën, ku du në gjaku me hinë mu. Po nuk jam interesun se nuk moj rripa tu. E këtu i kom anër. Edhe plus këtu një farë, kone më ramë, këtu i kom edhe dhuratë, pe i grusë mi ka ble për dëtlindje. Do e kom të rëgu një intervista tjera. Se këtë racën ku ju më pas dhanë, i kom pa heki mojsha veç ka 5 sopa, se gërbeti e bët vetën. Po dorë për ty nësë më shame hek. Aja o ka një ndjenë edhe o ka një ditë si për sa tjetojnë nuk e arrej kur ishë. Këta kom një intervist edhe e tha me plot dëshirë, me plot sy qelë, ballin qelë, se nuk është marrë me tërgu i sanë që ka të ka ndodhë. Mu këta mi ka bo dhuratë. Veç i ka mo informacione kuen që e raca, si i kom pashritur. është raca veçanë? Po kjo është që dashi për shemull, ku është në Iran, Kosovë, Evropë, s'ka të dushka, këta nuk mund është me gjithë. Po shembull, unë që nuk merr na vesh, çka është më i veçantë se të tjerët? Është një racë kjo është shumë e furtë, edhe kretë dimen të verë, kjo racë zviglusha dhe zhubë tjerët, racë e mëshme. Po kjo shumë ka, që dhe qëti kam racë e mëshme, këta e në qenë, s'manë, manë, qëfar racë janë, këta e në racë me vite, me lës tjerët, në atë mendimin ta mi maj shartë pashë, se dikush i komenton kështu, dikush i komenton ashtu, që anë delme është i 100 kila në delme, këshërë. Për shta kjo është e veçantë. Po sa është problem i mirë mbaj, do më thonë... Nuk ka problem se shumë racë e letë. Qëmë të kanë shumë, mish kanë, edhe kanë bukurinë shumë, o problem e gjithë si bukurie e delmes. Edhe në racë shumë e gjonë, është interesant, edhe për kingja shumë të fort, nuk vunë me to se këto pinë vetë, kingjat. Po këtë racë e ki vetëm ti në Kosova, po... Veç unë e kam Kosovë. Qëtë racë, ka mundësi ku kom shrit dikon është në 1-2, e ka kuptan? Shet? Po shet, s'kom kërkesa shumë, për shta dhe numri nuk rritet. Qëta është kom shrit në Tropuj, pra 3 ditëve kom shrit në Tropuj. Do të thë që edhe në qofë se ka kërkesa për me ble këtë racë, nuk jeni person që e mban veç për vete? Jo, kom shrit do persona, po tash i prej, ja bëj foto e prej e qes në Facebook, edhe nuk e hapi mos gjithë kuj. Pse? Pse se nuk më e bajnë edhe nuk e në mrakli. është një racë që do në më shumë mund? Jo, nuk do mund shumë. Kjo do në kujdes, po njerëzit në mësumi i majë gjithësishë. Unë e kur mallin tam nuk me e sha. Me sa persona e më prish nuk shkoj mot e ta. Veç kjo konë arsyeja se mallin tam s'ko mujt me e pa gjithësishë. Se një kom jep, se kur lakumi në konë qërqëshën. Si e thuj një pare fjale se këtë fishek të manzerës, që se cila ma bukur si tjetra. Edhe këtu tash... So copa i ki gjithsej? Krejt që tash në dikon dhanë e kingja 60 copa shte. A me ndonë me rrit numri? Po, kësmet. Kësmet, dhe 120 ma shumë ju, se qa që i këshyri vetë. Se të mi nuk janë angazhoj, të mi njën me shkolla, kam mësujnë në kapak, edhe t'ja ugrojnë shkolla, tash është tjetër jetë, nuk o jetët që ne kemë pasna. Po fëmija e kanë të njëjtin pasion? Po e thmit, shka me thonë, po si qike vogël, ajo i do në ekstrem, ajo i do shumë, këta tjertë nuk e në marak, shtu se që marak heq aso në me i qutë të dhatë, heq t'ja grojnë shkollës. Mire nuk është, nuk o keq, është jetë shumë e shnosh, jetë e lumëtër,